Po zien rrjeti i gjesti përflitet se do largohet nga Big Brotheri në Prime, ja çfarë thot influenceri i njohur. Gjatë ditës së djeshme në rrjet kanë qarkulluar lajme se gjesti ka vendosur të largohet përfundimisht nga Big Brother VIP. Të shumë kanë qenë komente që pse do largohet tani që është në fund të rrugës, e disa të tjerë edhe kanë kuptuar nga ngarkesa e këtij të fundit, i cili ka më shumë se 5 muaj i izoluar. E jo vetëm kaq, pasi ditët e fundit ai është ndjerë në një gjendje emocionale tepër të keqe, madje u pa edhe me lot në sy, duke ju drejtuar kamerave që produksioni t'i sillte familjarët pasi nuk mundet më, dhe ka marrë malli shumë t'i shoh. Të shumë kanë qenë komentuesit, të cilët kanë dhënë mendimin e tyre pse po largohet tani, teksa ka qenë edhe influenceri Andrea, i cili në rrjetet sociale ka postuar 2 video ku flet për këtë pjesë. Ai thotë se gjesti është i ngarkuar në më shumë se 150 ditë izolimi, e ka vendosur të largohet në Big Brother VIP të shtunën ose të martën. Ja i ka hedhur edhe hipotezën tjetër se gjesti mund të më ketë marrë vesh se ky edicion mund të jetë premtuar Rozanës apo dikujt tjetër, dhe për këtë arsye ka vendosur ta ndërpresë rrugtimin. Kjo sipas tij edhe nga informacionet që po i jep Egli, e rikthimi i saj, i cili sipas gjestit do të ishte më me sens të ishin bashkë, e tani më që është kthyer kundër, ai po vë në pikë pyetje lojën e tij, duke e bërë të dyzuar nëse është i pëlqyer apo ka filluar të urrëhet. E duket se dhe fansat e tij të çmendur kanë bërë komente të shumta në postimin e fundit të gjestit, duke i kërkuar me vendosmëri të mos e braktis garën, pasi ato do ta mbështesin. Nga ana tjetër, të gjithë ndjekësit e Big Brother po presin Prime-in për të parë se ç'do të ndodhë në vijim.